Ai e ka kërku vetë, ai ka vra vetë, sa ka vra njëri edhe. E ka detyruar atë që ta vrasë. Ata kanë dashur ta bëjnë mua atë punë, i lash Zotin e vrau tjetër. Unë jam 80 vjeç, kam fitu gjithë gjyqet, ai më ka shumë. Me sa pësë marrë pension. Këtë pension që kam punu në 20 vjetë në tokë, ai më ka prish. Kam 22 vjetë që bëj gjyqe. E fitoj më shkallë parë, e qëmë në apel e këthe prapë më shkallë parë, prapë e fitoj, e qëmë shradë, për ka 5 vjetë të pritë. Në fund fare, ai më rëzoj. 20 mush libreza e gjitha komplet. Ka marrë qafë shumë familje, mu më ka vra familjerisht. 22 vjeç, bëj gjyqe, jam pa pension, 80 vjeç që mësët. Si ka mësi? E kam 20 vjetë në tokë, me lirë brezë. Kam fitu gjyqe në shkallë parë, e rëzojnë. E këthyrën mrapshta i e prapë, e fitoha prapë, kjo rëzoj. E kam shumë gjykatarë. Po unë, a jetoj ose jetoj djekur në shumë. Për ne, e mira, nuk do të me vra gjyqtarin, po gjyqtarin do t'jeti drejt. Kjo është e gjithë. Si ka mundësi, unë të ishe 8 vjeç, që e kam librez dhe gjitha e kam plësume, e kam fitu 3 herë më shkallë parë, e në aji më arrëzoj. Kundërshtimi do vetëm plumin e gjithë, ata që meritoj.